Nusja e vllaut kërkon ndarje pas shumë vitesh, plus thot martesë islame pa arsye të rëndë, si duket, apo të rëndësishme. Na jemi kundër ndarjeve, parimisht. Allahu Azza wa Jall e nxit martesën, e nxit të jetuarit bashkëshortët. I nxit çdo sebeb i cili afron, e shton respektin, dashurinë mes bashkëshortëve dhe i afron ata. Por ka raste kur Islami e shet lejuar, bile edhe të obliguar ndoshta ndarjen. Në raste të tilla kur s'kan arsye të rëndësishme, s'ka lidhje pse martesë islame pa islame, edhe në kohë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë ndodhur ndarjet. Pra në aspektin fetar është lejuar më nda, ndonjëherë edhe obliguar thash. Këto raste tash sikurse juji pas shumë vitesh nuk e preferoj, nuk e motivoj më nda një grua që ka bërë disa vjet me një burr. Aq më tepër kur s'ka arsye, thjesht s'po më pëlqen tash. Po secili njeri ka kohët, momentet e vështira. Nuk është jeta veç po më pëlqen ose martesa. Ka raste kur njeri e mban bashkëshortën ose bashkëshortja e mban, i rrin bashkëshortit, për i Zot Zotit. Kalon 10-15-20 vite martesë, ka fëmijë dhe tash thjesht më nda s'ka munen ku e di ndjenja thot për ta. Nuk e parapëlqen, por unë po vlas për veti si burr. Nëse një gru thot s'du me jetu me ty, po du më nda, çka e marrë ma atë gru? Lësho, ndajo. Thash, me zemër të thyë dhe tham, ama, unë do të rrim me i thonë grus, aman rri, aman më sundaj, aman, kush? Jo, bre. A bëdën më nda, ec, ola marë. Inshallah gjanë ma mirë. Ke parasysh? Nuk shkojnë do sane me zërë. Më vjen keq për atë qift, më vjen keq për ata fëmijë, për një nani cila nuk i logjikon do sane, ka fëmijë, ka martes, mendon që ka me gjithë ma mirë, rruga qëllëk e mund me ba poshtë e nartë. Ama një martesë cila ka fëmijë, cila është në parime islame, kanë kalu 20 vite ndoshta martesë, edhe tash, nëse ndodhë pa arsye, absolut, nuk duhet të ndodhte. Por se cila situatë i ka rrethanat, kushtet e veta, edhe ndoshta këto pyetje të kësaj natyre është mirë me shku me një hoxh, me ul, me i bisedu, me i diskutu, edhe me pa damin edhe dobin, kështu po thonë 4 sy ose në tavolin, e jo përmes internetit në përgjithësi kështu.